me vendos me kalu. Çfarë marrëveshje? Thash nëse mujnë me pas. Unë e kuptoj tendencën që tash më kap me secilin detaj një përpjekje tepër kushtetuese, tepër thjeshtë po e bën presidenti. Pra ajo po e kryen një rol në cilin e kam thënë edhe dje nuk sjell kurrë për këtë takim. Nesër ose pas nesër kur është takimi ka më dalë në konferencë për media secili, ka më shpreh vullnetin, këtu kish dilema dje që Kurti mund mos marr pjesë, madje pat pajtime se s'duhet me marr pjesë, por në esencë ajo çka e thash edhe dje është pajtu që s'duhet me marr pjesë. Shumë lërimi kish kohë pas kohë. Lërima ke menduar që s'duhet. Përpjekje sepse do të marrë jo. Unë vazhdoj të mendoj që s'ka pas nevojë me marr pjesë, por kjo është një kompromis që ka bë vetëvendosja e Vladimir Kurti. A peshe? Është një kompromis jashtëzakonshëm. Kompromis me u gjej institucioni. Se mos me marr pjesë, kompromis e çundi që to. Se s'është në mandatin e saj facilitimi i marrëveshjes politike. Amo me marrëveshjes politike me kriju qeveri. Marrëveshjes politike me konstituu kuvendin dhe me vazhdu tutje. Dhe njerë, në kosh në domenën e saj me imponu krimin e koalicionit, është në domenën e saj me e kalu krizën, sepse konstituimi i kuvendit ja jep të drejtën presidentit, me thonë Albin Kurtit, i ki 30 ditë ose 15 ditë me e bëjë qeverinë. Që kjo është roli i saj. Edhe këtu kur këtë s'ka bëjë presidenti. Dhe tash, në këtë mes, kur jemi të pritjet, unë nuk presit të ndonë në farë mrekulldietje. Pozicionimet e partive në krejtësisht qarta. Nuk e besoj që ka mekanizm që presidentja i fut brenda dhe thotë, okay, me që na ka thirrë presidentja, na po pajtohemi që po e bëjmë këtë lëvizje. Për shembull, me thonë Kurti në këtë rast, okay, me që na ka thirrë presidentja si lehtësuese, unë pendroj kandidatin. Nuk e besoj që ndodh kjo. E dyta, me thonë Ramush Haradinaj në këtë rast, Memli Krasniqi dhe Lumir Abdigjiku, me që na pas ka thirrë presidentja, ne po e votojmë Lulena Xhiun. As kjo nuk ndodh, sepse pozicionet e partive në krejtësisht qarta. Nuk ka asgjë nga kjo që sjell. Dhe kjo situatë kushtrim veç sa ka me konfirmuar më tepër. Ato dy opsione që i përmendëm mbrëm në emision. Opsioni i zgjedhjeve edhe koalicioni LDK, koalicioni vetëvendosje PD. Këto janë dy zgjidhje që kanë mbet në terren me këto